Në qendër të Tiranës, mes dritave të larta të pallateve moderne e zhurmës së makinave që nuk pushonin kurrë, jetonte një çift që për çdo tjetër duke i përsosur. Ardiani, një biznesmen i pasur, i njohur për investimet e tij në teknologji dhe turizëm, dhe Elira, gruaja e tij elegante, e butë, e admiruar për qetësinë dhe kultivimin e saj. Ata kishin një vajzë 10 vjeçare, Melinën, që ishte arsyeja e vetme pse shumë njerëz besonin se kjo familje ishte një portret i lumturisë së plot. Shtëpia e tyre ishte një vilë madhështore me 3 kate, me xhama të mëdhenj që pasqyronin qytetin. Brenda gjithçka ishte vendosur me një shije të rrallë, mobilje italiane, ngjyra të ngrohta, aromë kafeje të shtrenjtë që vinte çdo mëngjes nga makina e ekspresit. Dhe në mes të këtij ambienti luksos punonte Isabela, pastruesja e re nga Vlora, një vajzë 24 vjeçare me sy të mëdhenj të kaltër, flokë të gjatë si mëndafshi dhe trup që dukej sikur e kishte gdhendur vetë Zoti. Ajo punonte aty vetëm prej 6 muajsh, por në heshtje ishte bërë tema e shumë syve që e shikonin, duke filluar nga gardiani i vilës, te shoferi i Melinës, e deri tek vetë Ardiani. Prej ditës së parë ai e kishte vëzhguar me një interes të heshtur, fillimisht si kuriozitet, më pas si tundim, e pak nga pak si nevojë. Elira e kishte vënë re bukurinë e Isabeles që ditën e parë që ajo hyri në shtëpi, dhe në një çast të brendshëm ishte shfaqur një pickim i lehtë xhelozie, por e kishte larguar me shpejtësi. Shtëpia jon ka nevojë për dikë të sjellshëm dhe të pastër, i kishte thënë vetes. Jam e martuar me një burr të mençur, serioz, dhe ne besojmë te njëri tjetri. Ajo nuk kishte asnjë arsye të dyshonte, por ajo ende nuk e dinte se sa gabim ishte. Fillimi i lakuritshëm i rënjesni pas dite të qetë vere. Isabela po pastronte bibliotekën e madhe, ndërsa Ardiani punonte nga zyra e tij në katin e dytë. Era e parfumit të saj të ëmbël, i lehtë, i llojit që nuk mbytej por lëkundej si një hije, kishte mbërritur deri poshtë te shkallë. Ardiani ngriti kokën, nuhati ajrin dhe ndjeu një goditje të butë, të rrezikshme, si diçka që i zgjon instinktet e fjetura. Doli, u afrua drejt bibliotekës dhe e pa Isabelën të përkulur, duke fshirë pluhurin nga rafti i poshtëm. Isabel, ke nevojë për ndihmë? E pyeti ai me një ton që nuk ishte ai i zakonshmi. Ajo ngriti kokën. Sytë e saj blu takuan me të tij dhe për një çast duke sikur koha u shtri, u zgjerua dhe u mbështoll rreth tyre. Jo, faleminderit, zoti Ardian. Po mbaroi me një herë. Ai u afrua pak më shumë, pastaj edhe pak. Flokët e saj të shkëlqyer, aroma e trupit, lëvizjet e buta, gjithçka e tërhiqte. Ajo e ndjeu që ai po afrohej. Ndjeu frymën e tij ngrohtë pas qafës teksa ai përkulej për të kontrolluar libra. Trupi i saj u tendos për një sekond, por më pas ajo uli syt dhe vazhdoi punën si të mos ndodhte asgjë. Ata nuk e prekën njëri tjetrin atë ditë, por diçka u ndez, diçka që nuk ishte më kthim pas. Në ditët që pasuan, Ardiani filloi të qëndronte më shumë në shtëpi, të kërkonte arsye të kota për të lëvizur aty ku punonte Isabela. E gjithë kjo ndodhte aq natyrshëm sa as Elira nuk e vinte re. Për të, burri i saj thjesht po punonte shumë. Por natën, kur ai flinte vonë dhe ajo e pyeste pse nuk vjen në shtrat, ai thoshte gjithmonë të njëjtën gjë: kam punë, kam stres. Stresi nuk kishte të bënte me biznesin, kishte të bënte me një tjetër lloj etjeje, thyerja e parë. Pika që derdh gotë nuk zgjati shumë dhe gjithçka mori formë të dukshme. Një ditë, ndërsa shiu binte pa pushim, Elira u kthye nga puna më herët se zakonisht. Në hyrje, shtëpia ishte e qetë. Nuk dëgjohej as zëri i Melinës, e cila ishte në shkollë, e as hapat e Isabelës. Elira u ngjit shkallëve ngadalë, me një çantë të rëndë dhe mendje të lodhur. Dhe pikërisht kur kaloi pranë zyrës së Ardianit, ajo dëgjoi një të qeshur të mbytur gruaje. Një të qeshur të panjohur. Një të qeshur që nuk ishte e saj. Elira ngriti dorën, vendosi gishtat në dorez dhe e hapi derën ngadalë. Ajo pa diçka që i ngriti stomakun përpjet, i mori frymën, i drodhi gjunjët. Isabela ishte mbështetur te muri, e zënë mes trupit të Ardianit. Duart e tij ishin në belin e saj, fytyra e tij e zhytur në qafën e saj. Buzët e tyre ishin aq afër sa mungonin vetëm milimetra për të shkrirë. Ata u ndan me një herë, por kishte mbaruar. E vërteta ishte aty, e pastër, e zhveshur, brutale. Elir, unë s'është ajo që mendon, tha Ardiani, duke u munduar të mblidhte shpirtin në një justifikim të pamundur. Isabela zbriti kokën me sytë që i shkëlqenin nga frika dhe turpi, por Elira nuk bërtiti, nuk qau, nuk mallkoi, e mbylli derën me një qetësi që e trembi edhe vetë Isabelën. Atë natë ajo nuk foli, nuk ngriti zërin, nuk bëri skena. Qëndroi në dhomën e saj, ul pranë dritares dhe u përpoq të kuptonte ku kishte gabuar. Pse kishte humbur burrin e saj te një pastruese që dukej angjëllore. Por Elira nuk ishte nga ato gra që tërhiqen, shpërbëhen, dorëzohen.
Ajo ishte nga ato gra që patrullojnë dhimbjen e tyre, e analizojnë dhe kthehen më të forta, ndonjëherë të rrezikshme. Ajo nuk e dinte ende si, por brenda saj linte diçka e errët. Një plan hakmarrjeje. Një plan që do ta bënte Ardianin të lutej për falje dhe Isabelën të mos harronte kur ditën kur vendosi të prek një burr që nuk ishte i saj. Dritë e qetë para furtunzditet në vijim ishin të çuditshme. Elira sillej normalisht, aq normalisht sa Ardiani filloi të dyshonte nëse ajo e kishte marrë me të vërtet vesh atë që kishte parë. Ai nuk kishte guxim t'i përmendte asgjë. Thjesht ndiqte sjelljen e saj, përpiqej të kuptonte nëse ajo po përgatiste diçka. Isabela ndërkohë ishte në prag çmendurie. Ajo ecte nëpër shtëpi me kokën ulur, duart e ngrira, rrahjet e zemrës që i ngrinin gjakun. Nuk fliste më, nuk qeshte, nuk shikonte askënd në sy, sikur priste të goditej nga shpata e Elirës në çdo moment. Por Elira nuk thoshte asgjë. Ajo thjesht shikonte. Vështrime që ngjallnin më shumë frikë se çdo fjalë. Ardiani përpiqej të qëndronte larg Isabelës, por tundimi ishte bërangth. Nuk ishte më dashuri apo pasion i verbër, ishte thjesht varësi, e ndyrë, e ulët, e pangopur. Dhe Elira e shikonte të dy duke buzëqeshur brenda vetes. Hakmarrja nuk ishte gati ende. Shenja e parë të merrit një mëngjes, kur Isabela zbriti në kuzhinë, pa mbi tryez një zarf të bardhë me emrin e saj. Nuk kishte logon e kompanisë, as shenjët e Elirës, as parfum. Vetëm emri i saj, i shkruar bukur, qetësisht, si nga një dorë që nuk dridhej. Ajo e mori zarfin me duar që nuk mund t'i ndalonte së dridhuri. E hapi. Brenda kishte vetëm një letër të bardhë ku ishte shkruar: "Unë gjithçka e shoh. Hakmarrja ime do jetë më e bukura që ke parë ndonjëherë." Nuk kishte nënshkrim, por nuk kishte nevojë për të. Isabela uli letrën, trupi i saj lëkundej nga tmerri. Ajo e dinte shumë mirë kush e kishte shkruar. Dhe e dinte se më e keqja sapo kishte filluar. Hakmarrja fillon pa zhurmë që nga momenti kur Isabela lexoi zarfin. Ritmi i saj i frymëmarrjes ndryshoi. E ndjente sikur ajri i shtëpisë nuk hynte më normalisht në mushkëri, por hynte në copa të akullta që e therrën. Ajo punonte në heshtje me hapa të vegjël, duke ndjerë se çdo cep i shtëpisë, çdo rrezë drite, çdo zhurmë shkallës ishte një sy i hapur që e shikonte, e gjykonte, e priste. Elira nuk kishte bërë asgjë tjetër. Nuk e kishte kontaktuar, nuk e kishte qortuar, nuk i kishte parë as me inat. Asgjë. Vetëm heshtje. Heshtje që rëndonte mbi supet e Isabelës më shumë se çfarë do ulëritjeje. Ardiani ndërkohë jetonte në një krizë të çuditshme, një mes të ankthit dhe faj. Ai e dinte shumë mirë se çfarë kishte bërë ishte tradhti, por ishte edhe më i bindur se e kishte në dorë. Ishte vetëm një moment dobësie, përsëriste vetes: "Elira do të më fal. Ajo gjithmonë më ka falur." Por ajo që nuk kuptonte ishte se dhimbja e Elirës nuk e kishte rrëzuar, e kishte kthyer në një grua të heshtur, por të rrezikshme. Dhe ajo sapo kishte nisur lojën e para lëvizje. Ndryshimi i roleve një mëngjes, Elira zbriti në kuzhinë më herët se zakonisht. Isabela po vendoste filxhanët e kafes në tavolinë. Ajo priste si çdo ditë të fundit të mos i flitej. Por atë ditë Elira tha: "Isabela, mos i rregullë pjatat. Dua të flas me ty." Trupi i Isabelës u drodh sikur e kishte goditur një rrymë elektrike. Ajo uli kokën dhe tha me zë të ulët: "Zonjë Elira, më falni, unë, ulu." Ishte hera e parë që e ulte pastruese në tavolinën e familjes. Vetë Elira ul në karrigen përballë saj, e qetë, e kontrolluar, me një buzëqeshje që nuk vendosej dot nëse ishte e mirë apo e ftohtë. "Nuk dua shpjegime. Dua vetëm sinqeritet." Isabela gëlltiti: "A ke ndjenja për burrin tim?" Ajo u ngrit në këmbë me njëherë, pa menduar: "Jo. Jo, zonjë, Skam pasur kur." Ai më provokoi, por s'ka ndodhur asgjë më shumë." Elira ngriti dorën. "Nuk më duhet të di detaje. Për momentin." Pastaj shtoi: "Nga sot ti nuk do të merresh më me pastrimin. Ti do marrësh rolin e kujdestares së Melinës. Dua që të jesh me të, ta qosh në shkollë, ta ndihmosh me detyrat, ta marrësh kur kthehet." Isabela u shtang: "Kë kujdestare? Po, e di sa shumë të pëlqen Melina. E pash që ditën e parë që e more për dore kur rëshiti te shkallë. Nuk jam e verbër." Isabelës ju ndezën syt nga hutimi, por edhe frika. Sepse çdo lëvizje e Elirës ishte një pyetje. Cili është hapi tjetër? Ardiani fillon të friksohet kur Ardiani mori vesh vendimin e Elirës, nuk e priti mirë. Ai e gjeti Elirën në dhomën e gjumit, duke palosur disa rroba. "Pse ke vendosur atë vajzë të kujdeset për Melinën?" Elira ktheu kokën ngadalë, me një shikim të butë që e qarmatoste. "A të shqetëson?"
Po, më shqetëson. Unë ngrit ai tensionuar. Nuk dua që ajo të jetë aq afër vajzës. Elira u afrua, aq afër sa i ndjeu aromën e parfumeve të saj të zakonshme. Apo mos ndoshta ke frikë se ajo s'të reziston dot më, edhe në prani të vajzës? Ardiani ngriti syt i zënë në grack. Elira, unë e kam pranuar gabimin tim. Nuk do të përsëritet. Ajo qeshi lehtë, si dikush që e ka një sekret të ëmbël, shpresoj që jo. Sepse nëse e bën, këtë herë nuk do të kem më durim. Ai nuk e dinte se ajo nuk po tallej. Jo më Isabela lidhet me Melinën pa e ditur që kjo është pjesë e planidite që pasuan. Isabela u bë pandashme nga Melina. Vajza e vogël ishte e ëmbël, e sinqert, e ndjeshme, dhe adhuronte Isabelën që në fillim. Duart e saj të vogla kërkonin gjithmonë të kapnin të sajat, dhe syt i shkëlqenin kur Isabela i bëri një bish flokësh të bukur në ditën e parë të shkollës. Elira i vëzhgonte nga larg. E vëzhgonte se si Isabela vinte në shtëpi e lodhur, por me sy të butë, se si Melina e kërkonte dhe i thoshte: "Mami, Isabelën e dua shumë." Dhe çdo herë që Melina e thoshte këtë, Isabela zbardhej në fytyrë jo nga lumturia, por nga frika e bigëzuar me faj. Aty filloi të merrte formë faza e dytë e planit të Elirës, lëvizja e dytë. Izolimi i Ardianit. Elira filloi të tregojë më dashur se zakonisht me burrin e saj. I sillte kafe në shtrat, e pyeste për punën, e telefononte gjatë ditës vetëm për t'i uruar suksese. Ai nuk e kuptonte fare se kjo ishte një qasje strategjike. Ndërkohë ajo bënte të kundërtën me Isabelën. Asnjë fjalë, asnjë kontakt direkt, asnjë afrimitet. Por brenda kësaj heshtje ndote diçka tjetër. Ardiani filloi të ndihej i padukshëm, i tepërt, i kot. Isabela nuk e shikonte më, Elira nuk ishte nevojë për të, Melina ishte me kujdestare. Një burr që humbe qendrën e universit të vet, fillon të humbas gjithkund. Ai filloi të qëndronte jashtë shtëpisë më shumë, të pinte më shpesh, të fliste më pak. Dhe Elira thjesht e shikonte, pa e ndalur, sepse ishte pjesë e planit, shkëndija e parë e hakmarrjes së vërtetë një pasdite. Isabela po përgatiste darkën për Melinën. Kur Elira hyri në kuzhinë e qetë, me një dosje të bardhë në dorë, "Isabela?" Vajza u kthye me një herë, e tensionuar, "Po, zonjë?" Elira vendosi dosjen në tavolinë. Pa asnjë fjalë, e hapi dhe i nxori disa letra. "Këto janë dokumentet e punës tënde, referencat, kontrata dhe një letër nga unë." Isabela pak, "Zonjë, ju lutem mos më hiqni nga puna." "Kam ne." Elira ngriti përsëri dorën, "Nuk të po të heq nga puna. Lexoje letrën." Isabela e mori. Nisi ta lexonte me duar dridhur, letra thoshte: "Isabela është punonjësja më e përkushtuar që kemi pasur ndonjëherë. E besueshme, e përkushtuar dhe shumë e dashur me fëmijët. E rekomandoj pa hezitimi më të vogël për çdo punë si kujdestare, edukatore apo asistente familjare." Isabela ngriti syt, gati për të qarë. Pse ma jep këtë?" Elira e shikoi drejte në sy, me një qetësi që e bëri Isabelën të ndjente një therrje të thellë në bark. "Sepse do të duhet shumë shpejt." Isabela u drodh. "Zonjë, ju lutem mos më përzini, kam familje, kam kredi, kam njerëz që varen nga mua." Elira mori frym thellë dhe ju afrua ngadalë. "Nuk do të përz." "Jo ende." Ajo u afrua edhe një hap, aq sa Isabela mund të shihte hijen e qerpikëve të saj. "Por do të marr atë që do të dhëmbë më shumë nga të gjitha." Çfarë?" pyeti Isabela me zërin që i thyhej. Elira e tha ngadalë, çdo fjalë si një thikë që futej dhe rrotullohej. "Do të marr Melinën." Fytyra e Isabelës u zbardh krejt. "Jo, ju lutem, jo, ajo është fëmia juaj." "Unë." Elira qeshi lehtë, "E di, por e ke vënë re sa shumë të do." "Unë se kam bërë asgjë me qëll, e di, por kjo nuk ka rëndësi." Pastaj shtoi me një ftohtësi që duke e pamundur për një nën. "Do dua që ta shohësh çdo ditë, ta ndjesh afrinë e saj, ti mbash duart e saj, ta përqafosh dhe ta dish që kur nuk do jetë e jotja." Isabela nisi të qante në heshtje me fytyrë të ulur, sikur rrëzimi i saj tashmë kishte nisur. Elira e mbylli dosjen dhe doli nga kuzhina, duke thënë vetëm kaq: "Vazhdon faza e dytë. Faza e tretë do jetë më e dhimbshme." Përgatitja për fazën e tretë atë natë. Elira ul në krevatin e saj. Hapi një fletore të trash lëkure dhe shkroi: "Dita 12, fillimi. Burri më tradhtoi me pastruesen. Tani fillon ritmi i hakmarrjes sime." Pastaj nënvizoi fjalën hakmarrje 3 herë. Ajo e dinte saktësisht çfarë do të ndodhte më tej. E dinte si do thyhej Ardiani, e dinte si do shkatërohej Isabela, dhe e dinte që zemra e vet do qartësohej vetëm kur të dy të rrëzoheshin në gjunjë para saj. Një grua e tradhtuar mund të bëhet e rrezikshme,
por një grua e tradhtuar që është ende e qetë? Të vërtetat dalin nga hija dita e 13 pas zbulimit të tradhtisë nisi me një qetësi të çuditshme në shtëpinë e tyre. Qetësi që nuk ishte më paqe, por një heshtje e trashë që dukej se mbante brenda fjalë të pathëna, shpërthime të përmbajtura dhe sekrete që mezi prisnin të dilnin në dritë. Por atë ditë, për herë të parë, Elira nuk u zgjua me zemër të rëndë. Ajo u zgjua me një ndjenjë qartësie. Sepse tashmë ajo kishte kuptuar diçka shumë të rëndësishme. Tradhtia e Ardianit nuk ishte problemi i vërtet, ishte vetëm simptom. Simptom e një martese që ishte braktisur prej tij shumë përpara se të ndodhte tradhtia dhe kjo e vërtet sapo kishte nisur të marrë formë. Isabela zhytet në faj, por edhe nis të dyshojë. Ndërkohë Isabela tek rregullonte çantën e Melinës për shkollë, ndjeu një të vërtet që po i rëndonte më shumë se ç'kishte pranuar vetë. Ardiani nuk ishte njeriu që mendonte se ishte. Ajo kujtonte ditën kur ai ishte afruar për herë të parë. Nuk ishte ditë e bukur, nuk ishte moment romantik, ishte presion. Ajo e kishte menduar gjithmonë si fajt të saj. Ai e kishte bërë të dukej kështu, por tani ndërsa shihte sytë e Melinës që i shkëlqenin, ajo ndjeu për herë të parë zemërim ndaj vetes që kishte lejuar veten të përdorej, dhe zemërim ndaj atij. Elira nuk meriton këtë, mendoi ajo me vete. Ndjeu se duhet të thoshte diçka, të nxirrte të vërtetën, të pranonte gabimin, të kërkonte falje, të përballej. Por frika e mbante pezull. Për ditë mendonte t'i thoshte Elirës gjithçka, dhe për ditë nuk gjente guxim, sepse vergji i fajit e mbyste. Ardiani përballet me pasojat e tij në zyrë. Ardiani ndjeu për herë të parë atë që s'kishte ndjer kurrë më parë. Pozita e tij po lëkundej. Nuk e di pse, por të gjithë kolegët po silleshin sikur dinin diçka që ai nuk e dinte. Shefi i dha një vërejtje për një detaj të vogël, një klient këmbënguli që të punonte me dikë tjetër. Në një email, emri i tij nuk u përfshi në një projekt ku ishte pjesa më e madhe e punës. Ai e dinte si funksiononte bota e biznesit. Reputacioni ishte gjithçka dhe diku diçka po thyhej, por ai nuk e dinte se çfarë. Vetëm një ide i përvëloi mendjen, apo ma bën Elira këtë? Por jo, Elira ishte shtëpi, Elira ishte qetësi, Elira e kishte falur gjithmonë. Kështu mendonte ai, dhe kjo ishte gabimi i tij më i madh. Elira gjen provën që ndryshon gjithçka. Ajo kujtonte një detaj të vogël nga zarfi i atyre provave të tradhtisë. Ishte një faturë hoteli. Një hotel që ajo e dinte shumë mirë, por jo për arsye të mira. Ky hotel ishte përmendur një vit më parë në një faturë tjetër, një faturë që nuk ishte kuptuar kurrë pse ishte regjistruar në kartën e biznesit të Ardianit. Aso kohe ai e kishte justifikuar me: isha në një takim pune. Kaq, ta kaloja në biznes se ishte shpenzimi i firmës. Ajo e kishte besuar. Tani nuk besonte më asgjë. Elira përsëriti të njëjtin ritual si atë ditë e errët kur kishte gjetur prova. Shkoi në dhomën e punës së burrit. Hapi dollapin e dokumenteve me qelsin rezerv. Mori dosjet e vitit të kaluar dhe kërkoi një faturë, pastaj një tjetër, të njëjtin hotel, i njëjti emër i dhomës, i njëjti çmim, i njëjti interval kohe, 6 fatura 6 në një vit. Pra kjo nuk ishte një gabim. Nuk ishte një moment dobësie, tha ajo me vete, dhe lotët e parë të vërtet të zemërimit të pastër i rodhën. Kjo ishte histori, tradhje vazhdueshme. Mendokënd, ndoshta jo vetëm me Isabelën, dhe kjo ishte e vërteta që e thye një martesë. Isabela thërret Elirën dhe e vërteta zbulohet më në fundato ulën në kuzhinë. Isabela qante, jo me vajzëri, jo me dramatizëm, por me një të qartë që vinte nga thellësia e shpirtit. Zonjë Elira, dua t'ju them diçka që ndoshta mund t'ju ndihmoj të merrni. Vendimin tuaj. Elira e shikoi e qetë, e butë, por e fortë. Thuaje. Isabela mori frymë vështirë, sikur po fliste për herë të parë pas një heshtjeje të gjatë vitesh. Ai nuk ishte moment dobësie. Nuk ishte hera e parë, nuk ishte rastësi. Ai më afrohej gjithmonë, më ngjitej nga pas, më fuste në qoshe, më bënte të dukesha sikur kisha faj. Por ai është një njeri rrezikshëm kur do diçka. Elira nuk foli, nuk ngriti vetullën, vetëm dëgjoi. Unë jam fajtore që nuk i ka më herët. Fajtore që rash në kurthin e tij. Por dua të dini se ai ka bërë këtë edhe me vajza të tjera. Ka një dosje në firmë. Unë e pash rastësisht. Vajza që punonte para meje kishte dhënë dorëheqjen për arsye personale. Por ishte e njëjta histori. Fjala dosje ndezi një dritë të re në mendjen e Elirës. Në firmë, pyeti ajo qetë, po. Dhe aty Elira kuptoi. Kjo nuk ishte më histori tradhtie martesore. Ishte histori abuzimi pushteti. Elira merr kontrollin dhe nis drejtsinë e vërtetë mbrëmje. Kur Ardiani u kthye në shtëpi, e lodhur, i stresuar, nervoz, Elira nuk e priti me qetësinë e zakonshme.
Ajo e priti ulur në salon me dosjet në tavolinë, me fletoren e saj të lëkurës dhe me buzëqeshjen që nuk ishte mas e butë, as e ftohtë. Ishte buzëqeshja e një gruaje që kishte vendosur. Ardian, tha ajo. Uluni. Ai u ule, ndjeu diçka. E ndjeu që nuk ishte më në kontroll. Elira nisi të hapte një nga faturat. Ky hotel këtu, këtë e ke quajtur takim pune? Ai u zbeh, ajo hapi faturën tjetër, po kjo, takim tjetër. U zbeh më shumë. Ajo i vuri të 6 në radhë. Po këto 6, Ardian, në të njëjtën dhomë, në të njëjtin muaj, çdo 2 javë, më thuaj, a ishin të gjitha takime pune? Ai nisi të dridhej, jo nga frika e Elirës, por sepse e dinte se ajo i kishte mbledhur të gjitha copat. Elira e kam bërë gabim unë, por ajo nuk e la të vazhdonte. Kjo histori nuk është më për mua. Marrëdhënia jonë është thyer, por tani është çështje drejtësie. Ti ke abuzuar me pozicionin tënd, me njerëzit e ndjeshëm, me vajzat të reja. Ai ngriti kokën i tmerruar. Jo, nuk ka një dosje në firmë, apo jo? E fshehur, e bllokuar, por ekziston. Ai ngriti syt ashtu si ngrit njerëzimi para një të vërtete që nuk mund ta fshijë më, u dorëzua, u zhyt, u fundos. Dhe Elira tha fjalin që shënoi fundin dhe fillimin. Nesër do shkoj në firmë. Do kërkoj dosjen. Pastaj do vendos. Pastaj shtoi, dhe këtë herë nuk të fal. Ardiani nuk flinte. Netët e tij ishin bërë një labirint pa dalje. Ku çdo hape sillte më afër një muri që shtyhej drejti me forcë. Faji, ankthi, e goja e goditur dhe frika për humbjen e kontrollit ja kishin marrë frymën. Ai përballej me një realitet të ri. Elira nuk ishte më ajo gruaja që ai e mendonte të heshtur, të butë, të nënshtruar. Ajo ishte bërë një enigmë friksuese. Në tryezën e punës kishte 10 letra të hapura e të mbyllura, letra kërcënuese nga bashkëinvestitor, paralajmërime nga bordi i kompanisë, e maile nga avokatët që i kërkonin sqarime. Por ai nuk përgjigjej dot, dhe me keqja, nuk e dinte më çfarë dinte Elira. Ishte kjo pasiguri që e çonte drejt çmendurisë. Në anën tjetër të qytetit, Elira po zgjaste fustanin e saj të thjesht blu për ta varur në dollap. Nuk po përgatitej për një betejë tjetër. Jo, ajo po përgatitej për jetën e re që po e ndërtonte me kujdes. Fëmijët ishin më të qetë. Të paktën nuk jetonin më në shtëpinë e tensionuar, ku çdo zhurmë e vogël i bënte të ngrinin kokën në alarm. Në banesën e re, Elira kishte vendosur rregulla të thjeshta: dritë, qetësi, respekt, biseda të hapura. Elira kishte filluar një trajnim profesional për menaxhim financiar, një ëndër që Ardiani e kishte bërë të pamundur më parë. Sepse grua se një milioneri si duhen kurse, e megjithatë, ajo po e ndërtonte veten pikërisht aty ku ai e kishte ndaluar të ecte. Isabela ndërkohë ishte zhdukur për disa ditë. Ishte kthyer në fshatin e saj, pra motrës së madhe, duke kërkuar një lloj qetësie shpirtërore. Faje përpinte. Kam qenë pjesë e një tradhtie e një shkatërrimi, por motra i tha, jo, ai ishte i rritur, ai të përdori, ti thjesht kishe nevojë për punë. Isabela e dinte se shpëtimi i saj nuk shihej te arratisja. Duhej ta përballej Elirën. 4 ditë më vonë, në një mëngjes të ftohtë, Elira po pinte një çaj mente te këndi i kuzhinës kur dera trokiti fort. Fëmijët ishin në shkollë. Qetësia e shtëpisë thyhej nga ajo trokitje ritmike. Ajo hapi derën. Dhoma u mbush me një aromë të njohur të detergjentit të lirë, një aromë që e kishte shoqëruar për vite. Sa herë Isabela kishte fshirë dyshemet e vilës së tyre luksoze. Isabela qëndronte aty me sy të skuqur, e veshur thjesht, me duar që i dridheshin. Më fal që jam paraqitur kështu pa paralajmërim, por më duhet të flas me ju. Zëri i Isabeles u dridh. Elira bëri një hap mbrapa, hapi derën plotësisht, pa thënë asnjë fjalë, ishte qetë. E frikshëm ishte qetë, 2 femra që kishin qenë palët e një plagë të përbashkët, tani uleshin përballë njëra tjetrës. Unë e lash punën, tha Isabela me zë të ulët. Nuk dua asnjë qindark nga ai. Nuk dua të kem më lidhje, as të shpëtoj ndonjë reputacion. Dua vetëm të kërkoj falje. Elira vështroi duart e saj. Për çfarë kërkon falje? Për gjithçka. Pse pranova vëmendjen e tij, pse nuk mendova, pse e lëndova juve. Nuk dua të dukem viktim. Jam e rritur. E dija se ishte gabim. Ju nuk meritonit asgjë nga ajo që ndodhi. Elira mori frymthell. Isabela, unë nuk kam urrëtie për ty. Isabela ngriti kokën në befasi. E di. Ndaj jam këtu se nuk e kuptoj si mundeni. Elira buzëqeshi me dhimbje. Sepse të dyja ishin viktimat e së njëjtës gjë. Pushtetit të tij. Unë në një formë, ti në një tjetër. Isabela shpërtheu në lot. Ishte hera e parë që u ndje kuptuar. Ndërkohë, në vilën bosh të milionerit, Ardiani ecte nëpër korridor duke mbajtur një email të printuar në dorë.
Një audit i madh financiar po niste. Një investigim i papritur për disa vendime të dyshimta që ai kishte marrë vite më parë. Një proces që mund ta rënonte profesionalisht. Ai nuk e dinte se Elira, përmes lidhjeve familjare të saj të vjetra, kishte mësuar disa gjëra që ai kishte fshehur prej kohësh, por ajo nuk po e sulmonte. Jo, ajo po e linte që e vërteta ta hante vetë. Ardiani rinte në sallon me kokën midis duarve. Po bie gjithçka po bie, ai e ndjeu për herë të parë ç'donte të thoshte të ishe i vetëm. Disa ditë më vonë, avokati i Elirës e informoi se procesi i divorcit po shkonte në favor të saj. Ishte hapur e pastër, kishte prova të mjaftueshme për tradhti, për manipulim financiar dhe për neglizhencë familjare. Por Elira nuk po kërkonte hakmarrje financiare të egër. Ajo kërkoi gjërat bazike. Kujdestarin, stabilitet dhe një pjesë të drejtë të pronave. Avokati e pyeti: "A doni më shumë? Mund t'ju japim më shumë. Mund t'i marrim gjithçka." Elira shikoi jashtë dritares: "Jo, nuk dua ta shkatërroj. Dua vetëm të marr atë që meritonim unë dhe fëmijët." Pa tepruar, ishte një vendim që e bënte më të fortë se sa do të ishte çfarëdo fitoreje tjetër. Një pasdite vonë, ndërsa dritat e qetësisë mbulonin qytetin, Ardiani mbërriti përballë banesës së Elirës. Ai kishte sy të errët, të lodhur. Një burr që më në fund e kishte parë veten të zhveshur nga maskat. Elira hapi derën. Nuk kishte frikë. "As mlef, dua të flas me ty," tha ai. "Pa avokat, pa ulërima, pa mbrojtje. Dua të flas si njeri me njeriun që kam tradhtuar." Ajo nuk e prishi qetësinë e saj. Hyr, ai u ul, por syti kishte për tokë. "E dija që do të më lëndoje shumë," filloi ai, "por nuk e dija se do të lëndoja veten edhe më keq. Ti ke marrë rrugën e drejtë, ndërsa unë jam në rënje të lirë." Elira nuk foli. "Më fal," vazhdoi ai. "Nuk po kërkoj rikthim. Nuk po kërkoj që të më besosh. Por dua që të dish se nuk e kam kuptuar kur vlerën tënde derisa të humba." Ajo u mbështet tek Arigia. "Ardian, unë nuk jam hakmar ndaj teje. Nuk të kam sulmuar. Nuk të kam denigruar." Ai ngriti syt i habitur. "Atëherë pse po më ndodh kjo?" Elira foli me atë qetësi të rrezikshme që e kishte fajtuar gjithçka. "Sepse jeta ka mënyrën e vet për të vënë gjërat në vend. Unë thjesht nuk të ndihmova të fshiheshe këtë herë." Ardiani uli kokën. Për herë të parë pranoi. "Ti më fitove jo nga urrejtja, nga dinjiteti." Kur ai u largua, Isabela doli nga ana tjetër e rrugës. Kishte pritur me orë të tëra, Elira ju afrua. "Ai të do ende," tha Isabela me një zë të dridhur. "Nuk ka rëndësi," ju përgjigje Elira. "Unë nuk e dua më atë njeri. Dua veten time." Isabela e përqafoi. Ishte një moment i çuditshëm. Dy gra që dikur ishin përplasur në një plagë të hidhur, tashmë po qëndronin krah për krah. Ato nuk ishin më rivale, ishin mbijetuese. Në javët që pasuan, Elira u ngrit më shumë se kurrë. Kurset e saj po shkëlqenin. Fëmijët e adhuronin qetësinë e re. Shtëpia e vogël ishte bërë një vend ku ndihej ngrohtësi, arom keku, libra në tryez dhe zëra që qeshnin. Ardiani ndërkohë ballafaqoi me auditin, me shkatërimin e reputacionit, me vetminë e shtëpisë së madhe ku askush nuk e priste më një ditë. Teksa fliste me avokatin, ai u ndal dhe tha: "Nëse Elira do të më kishte sulmuar siç meritoja, nuk do të kishte mbetur asgjë nga unë. Faleminderit që ajo nuk zgjodhi hakmarrje. Ajo zgjodhi drejtësi. Dhe ai është dënimi më i madh që ka marrë." Në mbrëmjen e fundit të pranverës, Elira qëndroi në balkon duke parë dritat e qytetit. Ajo nuk ishte më gruaja e plagosur, e heshtur, e nënshtruar. Ajo ishte gruaja që kishte kaluar zjarrin, pa u djegur. Ishte gruaja që kishte rikthyer veten, pa shkatëruar askën tjetër. Ishte gruaja që i tregoi botës se forcën nuk e gjen në hakmarrje, por në dinjitet, dhe ndërsa hëna ngrihej mbi qytet, ajo e dinte. Historia e saj sapo kishte fillua. Fillimi një epoke të re në mëngjes, një reze drite hyri në dhomën e vogël të Elirës. Ndryshe nga vitet ku drita e agimit shite vetëm lodhjen e saj. Sot ajo zgjati krahët në ajër si dikush që sapo kishte fituar një betejë të gjatë të përgjakshme. Fëmijët kishin filluar të adaptoheshin me ritmin e ri. Qeshja e tyre në dhomën ngjitur ishte melodia e re e shtëpisë së saj. Elira nuk ishte më roja e një jete që po i rënohej, ajo ishte arkitekte e një jete që po e ndërtonte vetë. Në mes të tavolinës, një letër nga qendra e trajnimit. Ju ofrua pozita e asistentes së projektit financiar. Ajo e preku letrën me gisht. Nuk ishte shumë në krahasim me botën e luksit që kishte braktisur. Por për Elirën ky ishte fillimi i lirisë së saj financiare. Ajo nuk donte të mbështetej më tek askush. As te Ardiani, as te sistemi, as te e kaluara.
Rënja e papërmbajtshme e milionerit ndërkohë, në vilën që dikur gumëzhinte nga zëri i fëmijëve. Ardiani qëndronte në tryezën e punës, me sytë mbuluar nga unazat e lodhjes. Kishte kaluar net pa gjumë. Auditimi ishte kthyer në një furtunë të frikshme. Një gabim financiar i viteve të shkuara të cilin ai e kishte mbuluar me para tani po I rikthehej si një bish që kërkonte gjakun e tij. Një nga bashkëinvestitorët nuk e mbronte më, një bank kishte ngrirë disa llogari. Disa klientë të mëdhenj kishin nisur të largoheshin. E gjithë perandoria që ai mburi përpara botës, ajo që përdori për të shtypur Elirën e për t'i bërë të tjerët të ndiheshin të vegjël. Po shembej dhe. Më e keqja, ai e dinte se nuk kishte askënd për ta fajsuar, as Elirën, as Isabelën, as fëmijët, vetëm veten. Një takim I papritur, Isabela dhe Ardiani pas kaq shumë ditësh në vetmi, dikush trokiti te dera e vilës. Ardiani mendoi se ishin hetuesit ose avokati, por ishte Isabela, ajo qëndronte e qetë me kostumin e punës. Sytë e saj nuk kishin më pasigurinë e një shërbëtoreje të friksuar. Tani ajo dukej si një grua që kishte mësuar kufit e vet. Nuk e prisja të shihja, tha Ardiani. Isabela mbajti distancë. As nuk erdha për ty. Erdha për t'i mbyllur gjërat një herë e mirë. Ajo I dorëzoi një zarf, letra e fundit. Llogaritë e fundit, asgjë më shumë. Ardiani e shikoi me një lloj trishtimi. Ti nuk ke nevojë të largohesh. Mund të gjej një punë të re. Mund të Isabela e ndërpreu, jo. Unë nuk dua më favore nga burrat që shkatërrojnë familjet e tyre. Dua punë të ndershme. Dua të jetoj pa borxh moral ndaj askujt. Ajo ktheu shpinën dhe u largua. Ishte hera e parë që Ardiani kuptoi se sa I parëndësishëm ishte bërë. Një telegram fundi ligjor, një zarf zyrtar mbërriti në duart e Elirës një pasdite të ngrohtë pranvere. Gjykata miratoi divorcin. Kujdestaria ishte e saj. Shtëpia e vogël ku jetonte bëhej teknikisht pronë e saj. Një pagesë mujore vetëm për fëmijët, pjesa tjetër. Ajo e kishte refuzuar me vetëdije. Sekretarja e gjykatës I tha: "Zonja Elira, mund të kishit marrë shumë më tepër. Jeni e sigurt që?" Elira buzëqeshi qetë, po. S'më duhet më, asgjë nuk ja blinte dinjitetin. Asnjë shumë nuk I jepte paqe. Paqen ajo e fitoi vetë. Festa e vogël që u kthye në simbol një javë më vonë, Elira organizoi një darkë të thjeshtë në shtëpinë e saj. Fëmijët kishin ftuar disa shok. Gatuanin pasta e ëmbëlsira të thjeshta. Në mes të gjithë asaj zhurmë fëmijësh, dikush trokiti në derë. Ishte Isabela. Në dorë mbante një kuti të vogël me ëmbëlsira. "Mund të hyj?" pyeti me zë të butë. Fëmijët e pan të hutuar. Por Elira buzëqeshi, "Po, hyr. Ke vend në këtë shtëpi." Ishte një moment I bukur. Dy gra që dikur I ndahej një tradhti, tani bashkonte një e vërtet. Nuk ishin njëra armike e tjetrës. Ishin të dy ambjetare të njëjtit burr. Një natë e vonë, telefonata që askush se priste mesnat, telefoni I Elirës ra. Ishte numri I Ardianit. Ajo mendoi mos ndonjë problem me fëmijët. E hapi, zëri I tij ishte I ngjirur. "Dua vetëm të falenderoj që nuk më dhe fundin. E bëra vetë." E di, Elira ul pranë dritares. Ardian secili vuan pasojat e zgjedhjeve të veta. "Unë nuk të urrej. Thjesht nuk jam pjesë e jetës tënde më." Ai heshti për disa sekonda. "A do jem kur në rregull me fëmijët, je baba I tyre. Varet nga ti. Por shtëpia jon tani është e qetë." "Mos e trazo më," ai e kuptoi, dhe qau, jo nga humbja e gruas, por nga humbja e njeriu që kishte qenë përpara se të zhytësohej në tradhti. Ngritja e Elirës, një jetë e muajt në vijim, u bën periudha lulizimi. Elira u rrit në pozicionin e punës, fitoi respekt, filloi të fitonte mirë financiarisht, fëmijët u adaptuan dhe shkëlqenin në shkollë. Ajo filloi të merrte pjesë në debate për fuqizimin e grave në punë. Bëri miq të rinj. Filloi të udhëtonte shkurt. Ju kthye botës që kishte braktisur për vite. Ishte hera e parë që e ndjeu veten, e lirë, e vlefshme, e gjallë. Një vit pas divorcit, Elira u kthye tek vila e vjetër vetëm për një arsye. Fëmijët do të kalonin fundjavë me Ardianin. Kur ajo mbërriti, vila duke e heshtur, e zbrazët, pothuaj e harruar. Ardiani doli me hapa të ngadalë. Ishte dobësuar, rudhosur dhe nuk gjante asnjë grim me burrin arrogant që dikur mburrej me pasurinë e tij. Ai u përpoq të buzëqeshte. "Të falenderoj që I solle," Elira dha kokën, "kujdesu për ta. Ti duhen." Ai u përkul pak, si dikush që kërkon falje pa fjalë. Fëmijët hyn brenda, dhe Elira e kuptoi se kjo ishte hera e fundit që do ta shitej ish burrin në atë gjendje. Jo nga urrejtja, por sepse e kaluara nuk kishte më asnjë derë që të kërkonte të hapej. Fundi I historisë, fillimi I jetës mbrëmjen e asaj dite. Elira ul në balkon me një gotë çaj të ngrohtë. Fladi I natës I lëvizte flokët.
Qyteti ndriçohej si një det i gjigant dritash. Ajo e mbylli sytë dhe mori frymthell. E kishte mposhtur dhimbjen, e kishte kaluar tradhtin, e kishte fituar dinjitetin, e kishte rikthyer veten, dhe më rëndësishmja, e kishte ndërtuar një jetë ku askush nuk e shtypte më. Shtëpia e vogël që dikur e strehoi si viktim, tani ishte pallati i saj. Ajo nuk kishte nevojë për hakmarrje, sepse tashmë kishte diçka shumë më të madhe, lirinë, dignitetin, vetveten, dhe historia e lirës mbyllet jo me një burr të shkatëruar, por me një grua të rilindur.